punuar. Dhe kjo është për shkak të politikës. Sepse çfarë ndodh? Në momentin aktual, për shkak të situatave politike të cilat janë krijuar brenda Partisë Socialiste, urdhri është marrë nga kryeministri dhe gjykata e lartë dhe kryetari i gjykatës së lartë është një manikin në duart të kryeministrit. Pra ju mendoni që është urdhër i kryeministrit? Absolutisht. Për një arsye shumë thjeshtë, sepse po të shihni që nga momenti i emërimit në vitin 2020, zoti Sadushi edhe deri sot dhe po ta shihni dhe gjithë zhvillimet, ka marrë një mandat i komanduar 3 vjeçar, ka marrë një mandat të emëruar 3 vjeçar dhe është shtyr përsëri me ligj i cili ka kaluar para 2 javësh afati i shëndrimit të tyre si kryetari i gjykatës së lartë. Pse? Se këta njerëz janë përgatitur, janë përgatitur për qenë drejtues të gjykatës së lartë dhe për të kryer këtë për një ditë caktuar. Për ditë vështirë. Për një ditë të vështirë, për një arsye shumë thjeshtë, sepse ligji e ka përcaktuar në mënyrë taksative kryetarët dhe drejtuesët e institucioneve nuk shndrojnë në detyrë më shumë se në një mandat, në rastin e kryetarit të gjykatës së lartë. Rezulton që zotëria në fjalë në dhjetor të 2026 i mbaron edhe mandati i dytë. Dhe çfarë ka ndodhur? Me urdhër të institucioneve të Partisë Socialiste, mandati u çu deri në 2028, pavarësisht se u votu në 2027 për shkak të ndryshimeve dhe ndërhyrjes së kryetarit të Komisionit të Ligjeve. Çka tregon që gjithçka është një shërbim që i bëhet kryetarit të gjykatës së lartë dhe kryetari i gjykatës së lartë po i bën një shërbim dhe po i kthen një shërbim Partisë Socialiste. Kjo është e gjitha, sepse po t'i referohemi edhe sot statistikave. Po përdorje ose shërbim? Po t'i referohemi dhe nuk mund të ndodh. Kjo është në kundërshtim. Për mua, unë do e ngre edhe ditën e nesërme në mbledhjen e grupit parlamentar, Partia Demokratike duhet bëj padi urgjentisht për ta shpallur anti-kushtetues sepse ka bazë për shpallje anti-kushtetues? Absolutisht, jo, them në lidhje me ligjin i cili ka zgjatur qëndrimin e tyre. Pse? Sepse nëpërmjet parlamentit, nëpërmjet ligjit ka marrë kompetencat e organit kushtetues i cili është përcaktuar Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe kjo është anormale. Edhe për një arsye tjetër, sepse në rastin e gjykatës së lartë ka vendim të specifikuar që ka dalë në vitin 2003 për mënyrën e zgjedhjes së kryetarit të gjykatës së lartë. Dhe është sot, sepse në rastin e tjetër konkret për kryetarët e gjykatave dhe drejtuesve prokurorive, në rast se nuk kanë një vendimmarrje, se kjo ka qenë shkaku për cilën u kërkua edhe shtyrja, sepse këshillat, qoftë Këshilli i Lartë Gjyqësor, qoftë Këshilli i Lartë i Prokurisë, nuk kanë arritur të nxjerrin aktet nënligjore në zbatim të ligjit dhe ne po i japim këtë fuqi, të cilën këtë kushtetuta ja ka përcaktuar një organi kolegjial dhe s'mundet parlamenti të marrë një organi kolegjial këtë kompetencë të cilën ka. Dhe në pikpamjen time, kjo është një shkelje flagrante kushtetutës. Po ndërkohë që bëhet shkelja e kushtetutës, mund të hyjë në fuqi vendimi i ndërmjetëm. Vendimi i ndërmjetëm absolutisht që mund të hyjë në fuqi, sepse mënyra se si është përgatitur, mënyra se si është marrë, është për të shkuar në këtë drejtim. Dhe sot në momentin aktual rezulton që kjo merret pas diskutimit që kryetari i partisë dhe kryeministri i Shqipërisë ka realizuar në mbledhjen e grupit parlamentar në mbrojtje të zonës Balluku. Kjo nuk shtrohet për të rregulluar një mekanizëm ligjor për afatet e paraburgimit, sepse po t'i referohesh sot edhe deklaratave të SPAK-ut, rezulton që për veprën penale të korrupsionit, masa e arrestit në burg përbën 3.45% të totalit të personave në hetim. Dhe që do thot që ka një zbritje rreth 2% më shumë se sa në vitin 2024. Ndërsa për krimin e organizuar ka zbritje deri në 10%. Që në vitin 2024 ka qenë 31% e personave të cilët ishin në masën e paraburgimit, ndërsa sot është ulur vetë SPAK-u kërkon. Tani problemi shtrohet. Faji SPAK-ut është që kërkon në masën e sigurimit arrest në burg? Jo, faji është i gjykatës. Dhe në rastin konkret, unë kam qenë gjykatës, zoti Muçi ka qenë prokuror, mund të kërkote një masë sigurimi shumë të ashpër dhe të rreptë,